Këtu në gjatë jeta dhe mirë se erdhët në emisionin tuaj Original Show. Përballë meje kam një mysafir të veçantë, si zakonisht në Original Show, e kam turpëruin e Vandomit. Para mendoj turpëruin e atina që gjysa Kosovës në atë vakt, e din të rritë në atë vakt, i ke na përfshirë dhe mu, i kem kukat e nxerta, që të mundu mu qky, kështu mi bon shpagën, që shë bëjka e te, nuk e dishëm që i shko këtë hajgare, film, na më nëshë mi bo për një me. E u nëse që nga ka rruzë zoti, Dashë në shikus, me mu sante është Afrim Ismaili, kena me full gjën, gatë, kena mushtërin muhabet. Afrim mirë se erdhe, falenderoj shumë që jetë në Original Show. Respekt, më vjen mirë edhe mua. Turpëroi Vandomit. Unë e kom pas, edhe kam mja zgatë dojë Vandom, ti turpëroi Vandomit. E ati njeri që shirë njak na po. Na, të rritë që me nëshim që do të më bo si aj. S'këna mujtë më bo kërriq. Po. Ka Afrimi si turpëroi i Vandomit. Edhe shpjegona pak katë ndjenjen me qenë turpëroi i Vandomit. Një shok kushtrim, ndoket sot ka ardhur prej Zvicre, ai mirët me prodhon orën një orë të veçantë ka, si krejt Zvicra që prodhojnë orë, edhe ai ka një orë të vetëm të veçantë, helft Gjeneva, edhe i pat na ndihmu diçka suport i kom bo, edhe ai do kemë ma kthi atë nderin. Tha Afrim, ç'sh më ta kthy unë ti nderin se po më ndihmon shpesh, po më reklamon orët. Thash, jo, në s'du kur gjo. Shka don? Thash, ki boti marrëveshje me Vandomin. Po, unë e duroj 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. Duroj. Mas 2 vjetve e ka pru Vandomin në Kosovaj. A unë 2 vjet kom prit. Për qatë dit, mu taku me Vandomin. Pse ajo ikona, idolja, si i thojnë shqiptarën për djelësi, edhe i tha Afrim që shpodon. Thash, jo, unë s'du me nejtë bashkë me ty, se ki familjar kush rejnë, ashtë e gjelozon dikush, ashtë ma mirë banëm të ruproj, ashtë unë e kum lujtë na për filma, edhe kam qerën e rondë, edhe kështu ti e ki një bodyguard, a i mi të regon krejt stilet shka duhet me bo, edhe mu më kalon për para, a i sigurimi kryesorë konë mas meje, që konë special e i sigurim hala punon në Zvicër, kështu ku marrë pjesë do sigurima, do pjesë në Gjermani kështu kur ka pas evente. Ti shkëshe para Vandomit mja qelë ullën atje qa? Po. A i tani kështu për shlidhëri me shku. Si gjithë, ashtu edhe ka shku viral edhe videot, a i ndonë dur të unë ndim vetën i lirë. Po, vetë shumë e bukën. Bilëm, më vjen interesant, ishmin të arpi aeroportit, këna hip në Kjera, Shereti ka me gjipët e mëdhaj, edhe ati një duk vetja, sikurse një president, që si kish në odhë kur, midis rrugës, unë dalë, tha, du me bo një video, 5-6 kera, për para policia, për mas me eskort, me qelë udhën, do me thonë, me semafora, me krejt, hapën, veç për Vandomin, qatë që ka respektu Kosova, edhe mu më erdhë interesant, se unë vetë jam konë mrenda ati, se shumë respekt i kanë bo. Besoj sa një president me krasu me do një president. Me gjithse, a i ka qenë një vizit private, të një biznes privat, po me gjithë ato i kanë bërë respekt për shkak se për një atë kohë ka qenë një figurë kinematografike, edhe është hala se ka filma që ljun, ta shkalluj dhe i kohët fundit. Shumë interesant, po shpjegoma pak atë ndjenjen, ose na i laf diçka, çka të tha Vandomi, a më përmeni mua vëllo, se a di që son njëmi me tho, po më nëj pe ekroni. Shqyqo, na erdhë interesant se kështu para kreve e tregon vetën edhe donë atë privatësin. Po mas interesantim ka ardhë këtu me një restorant ka qenë afër këtin Berlin Dyner këtu, misafir, edhe si ishke to nërbu, ke la bukën, tha unë zdu me nejtë me kërkan vetëm këta sigurimet e mi, du mi pasë nga të vetit, po dalë për jashta rahat, me marë ajtë pasër. Ullëm për jashta, tha se me ti s'kom folë, tha di anglisht, unë s'dish në anglisht. E më viki nati me vetë vetën që s'pedi, thash veç gjermanisht. A i di këtë do fjallë, edhe unë e nëzera telefonin, po do me bu foto, tha le, ja dha menagerit vetë shqiptar që është një gjallë, Alex Panja, respekt për ta, së më ka nderu shumë, e tha hajde pi urzojmë durt,
se kështu po të Po, dukesh shumë trup. është ai stilja e si shenjë, Edhe po. halo, sot dhe ditën vesin, aja urdhove Van Damme dorën. Normal, ai ka bo do vjetë, është i dalimi Qeve është me edhe s'ka pesha. preokupohet shqiptarët, vetë si Po. me thotë qysh kalove me to, aja rëzëve dohet. Po. Qeve. Edhe është një pi foto ma virale Po, e që e kom kam pa unë shumë e ato. bukur, po. Tonë edhe video të lishut e poshtë, mbi supët e mia dur që i ndonë, marrë shpatullën edhe kthehet një unë t'ja bën kështu me dorë, dhe me shumë i fortë për mu. Se kur ka prek në shpatulla e ka pa që kam... Po, sigurisht ai fakti që ka ardhur në Kosovë i një shqiptarët. Po, Po, a mujtë më marrë vesh çfarë përshtypje kish për neve? A kish Po. një sen për neve, afrema, qysha? ai po shoqëroj ka shok, ka pas ka qenë dikush prej Kosovës, i harrova emrin bodyguard atje që e ka pas në qatë Alex Pangën, ca jetë Belgjisë është. Ai kudo që ka shku prapë u kthi në Belgji ku ka jetu aty, Po. rrethinën e ka pas me shqiptare. Alex Pangën shok në gusht. Ai sa herë ka pas takime nëpërmjet atine u takua, ama domethënë për me pru në Kosovë ka pru kushrimi. Që me atë orën, edhe tanë ati u taku edhe me Ramush Haredinin, që edhe rëja Shqiponjën e arit, me diamanta, do me thonën speciala e kompania Flori që e ka dhuru, edhe orën, do me thonë që e ka dhënë dhuratën e... Do më thonë taku në dy vandomat, vandomi ju në Ramush, Po, me vandomin e... po. Mas jem të full të pak për, do më vandomin, kinematografia këtu, qysh e ki lidhjen, ose qysh ka ardhej te filmat, se e di që ke lujt ka gjithë do filma, do seri televizive, edhe në ven, edhe jashtë Kosovës, pak a pak, ka ideja ose qysh se, po mu i me kuptu afrim që ti, qehrën e ki të rona, ama me gjithë se ki shumë kontrast me shpirtin, ata që të njojnë e din, me gjithë mu, Po. që ti me të po kështu, do të me të ati që thujnë të na, që të ma qojnë që kom qehrën, e ti këto, ty vizë qajtë zi do të me të qitë, pe këti gjykimit nëllë, me ta qehrë shpirtin, do të me ta qitë vishë i gotuj të këfjallët. Jam ndroj ka njëra jetë, mos ma këshirë qerën, që të ma qojnë gjithë talipi unë. Po, se Se lukë mundohen mua që njeri në fund, tham, jo, njeri në gjysë bollës. Kështu, filmin e parë, ishim Kumanov, fitnesi i parë një kojshie, pa qelë një fitnes, ja pas me njës me ushu, kur t'je vetja noj pak me ushu trup të mirë me bo. Afrimi është Edhe prej Kumanovës. Po. Avni Dalipi është artist në Kosovë, me emën, famë, me atem E zhipoto. kom pas këtu Afrimi. Po, respekt. Edhe se kom pa atë, duhet me këshirë. Edhe Avnia e ka bo një film, Tezja nga Zvicra. Filmin e parë e ka bo në Kumanov, du më thonë që unë kom marrë pjesë ati, edhe kër e dinë se ki marrë pjesë me një film, të vetja nuk e i kush jam unë. Ato do ke kujet që ullë si ketë po të këshyrin ty. Po, Është pak një... edhe Hajme kena dhe, lujtë po. qatë film, edhe tëne sa herë kom pas qef kur lujtë qëtërin film. Ta ndërkohë, mas një kohë, ka qenë një regjiser, tash ka filma shumë aj, i Bërdeari, i Kumanovës, ka bo filmin A Long Way Home, ama i ka shku shumë në për festivale që ati ku marrë pjesë. Mas asajnë tëne Istanbul Connection me këto te Pollati, Lugina Ujgjve me shqiptarin e Turkisë, Nacme Gjyqmenin, Halil Ibrahimin, turkish ka janë, i filmi tret, tëne me radhë krejt, Shqipëri të Drilon Hoxha, tëne të Mariusi, Sejder Dyshi, të Naser Rafuna, Qaka Shpia, po mas shumë që më ka dhonë suport është Vedati, i Stupsave, se ja kom kry një punë, se e dojsh në shumë, o Vedat thash qështu, edhe a i kishima kishkëshirë profilin, kër e ka po, frem ti pas ke lujt film. Tha unë, du më ta këti këtë nderë shka ma bone, edhe më ka marrë, ma dha një rol shumë të mirë, po Valter Luci, do me thonën regjiseri, une qatë shumë ku shumë rolin më të fort, asgën ati jam, edhe si loj truproje se Van Damme po më shkon goja, i Vedatit, do me thonë sajrë që ka pas në ishter Vedati, tërt ka tjerë telefon, unë jam kon ati në paratine pip auton, edhe më ndroj zonin, do me thonë unë e kam ku shumë se si thmi goja, e pa zonë edhe zonin e hollë. E kur folshna me zonin e hollë, se ka sot dhe a ditë kër më vesin, u afrim, pse ti ndryshe po fola në film ndryshe, po regjisere e ka bo ato. Do me thonë ma ka ndru zonin. Dhe më tonë këj kalap moshkull që thujmë, na zonin e hull. Valoj një lop Po ta dhe- shkoqi.
Se na Po, sa presim, herë më shtinë, halo me përdor, ç'ket fjalë, valla një lop ta çko që se kur më vet. po dhe se na presim kër është një pak të malë, të plot, pret me kom pak i ronë edhe pizone, din. Po. Ka, leve forë zote, Po. se sa puna jote. Po, a dishte me vazhdu? Po, kom lujt tonë në plot filma tjerë, përveç aty të Mijabibi kam plot 2 epizoda, te Nana Fat, që fëmija e dojnë shumë, edhe s'po din që më thonë plot filma. Amo, ti piqere si ronë, me lu pjesë komike, kogja kontrast. Po, pa ati edhe pse është komedi, prap unë e kam rolin qerën e rondë. Sa herë ma japin rolin që unë më konë aty ma i forti, ma azgan. Ty që shtu nona që ka shtë mas ka bo, afrem? Jo, Ti e ko i vëgël, apo? Po, Si si ke krejt. tjerë të vlo. po, normal. Feminin tonë pak. Ata ka po shirën, kurse për hajër pidi që ju. Po, po, Kështu, na baba ka jetu, do me thonë, si gjithë që kanë shku në Gurbeqar, baba në atë ko, 68-ën që kanë shku kejtë shqiptar, baba edhe aj 68-ën, 72-ën u martu më në rënë nana me veti, në atë lindur në Gjermani, në atë ko. a, në Gjermani? Po, do me thonë pleq kur thëshin, kur kishku në Gjermani, bashkë me ty, apo ishtë në qyshbe me ty, po ato se kuptojshin se unë e kom linda atje, dhe me thonë, në qatë ko, kur kishku ti edhe une. Unë e bëjsh në si ajgare, me ato që jam njoftën, dhe me thonë, ta na e na këthy prej Gjermanie, ta me një kohë kina fol gjermanisht, I një këthy për Gjermani. po, na kthej baba se kishke dëshirë mu këthy, edhe ai u këthy mas një kohë, një 7 vite ka punu, na njerin 5 vjetë kena qenë. Ta njerësa u adoptu në gjuhën Shqipe me mësu, një kohë, tane jena marrë, do me thonë, S'mëshi më marrë vesh me këta po, tut. ja, Konë kumanohu problem, Shqip. problemu dash më na përkthi që ati nona, baba, njerësa u mësum, me fol Shqip. E qysh afrem ti, na ketë hyqgjime për Gjermani, ju më këthy për Gjermanie. E, po, A e zgjatë na e kime, a qka u gërdit për Gjermanie, vëllo? ja, po baba vendosi mu këthi në shpi, ma mirë, se edhe ajo kohë konën të njëjtët rroga ka të qenë, si në Gjermani, si në kone Jugoslavijës. Po atëherë një kontrate ka pas Jugoslavia në atë kohë, ish Jugoslavia, edhe i ka marrë punëtor, ju kanë dasht, edhe i ka qu me birov që kanë shkuar. Birov punësimit. A i ka thonë e herë babës na muarën qafë që na këthyra ju? Se këtë që shtë i gjuhën qafë, tani, Po, tu menu që i prindi për të keqë, do më prindi s'menon keqë për fëmijën e vetë, po, ma kujtove një, tash po më kthen brapa. Kur i kom pas 16 vjet, i kom punu vetë, 100 euro, si i kom bimore këto, i dish si shvertera, i kom bo 100 euro, i kom marrë babën me veti, po du në Gjermani me ndrejsh se krejt ma bëjshin pse ti takon shtetësia se i lindur në Gjermani. Edhe shkojnë në Gjermani, e marrë babën me veti, hajde në Gjermani me shku. Shkojmë të shokët e vetë në atë qytetin ku jam i lindur. Do me thonë kofi me Zvicrën, Singen, Shtajslingen. po si gjeni. Po, edhe jenë në kona ati. Shkum në komunë ato, thanë, jo, ti dush me pas dikanin, kush të mirë mbanë për me mujtë ti më ndrejsh letrë. Ti përveç certifikatës kërgjoski, se ligji Gjerman që shukon, së është si ligji Amerikan. Në Amerikë, për shemë në aeroplan, tu hinë në Amerikë, linde agje, automatikisht takon shtetësia. Në Gjermania se ka pas deri sa ka hi ministër jashtëm një shka fisheri, të më aje ka pru ligjin që kush linë Gjermani, po prap apet duhet me pas një farë statusit Gjermanisë për me fitu shtetësinë. Qa u bërë që ti me li para vokti, se pre që fishjeri në lovë, ti ha, që, taksirat. Po, Frim, këtë punën e filmave, dhe më thonë, heret e ke në hotë, po, nuk është vonë kjo punë, se njerës, po, si kur mu kur filloni, me mi lujtë do rolet do, adin edhe meneshin që, adin njerësim ka njohtë ma vonë. po, Nuk e dishin që kem kohë shumë i vogël, ku marrë pjesë në shfaqje, ku më lujtë ka pak adin. po, Edhe që se kena di, po se ke di se s'm ke njohtë ma herët. po, Edhe ti, herët e ke pas këtë farë dhuntie me lujt role, filme, se na, mo, qka tu ka lidh me ninja vlla, që ton kallëzëm, qysh këceshe në përkulmat, edhe pse u bën e ninja. Se kom marrë informat për diku që po. I ras që për të regon ti, është ka ndodhën, isha i vogël, do më thonë i vogël jo, klasa 7-8 atëherë, që shkëna pas probleme jetë, Komanova është sikur Mitrovica, gjys shqiptar. Komplet qyteti, një pjesë është shqiptar,
një pjesë përzim, janë bilëm 60 me 40. E ki fjallën për Macedon? Po, për Macedon. Se edhe na i thojmë si jo. Po, edhe me Macedon ka pas vlau problem, edhe policia e zë si kejt policia që shkam qenë në atë ko, bilëm matini kanë thonë da jasë fetë në atë ko. Edhe mësit ka qenë të na, kush ja ka prish, kur nuk o na i edhe mund patar dhe nati se ma pat lidh vlaun për banderi, pse pat rreni Macedon. Shqiptën për me denu, e ka denu te rruga jonë, e ka lidh për banderi, gjithë ditën e ka majtë atje. E unë që jam vojam vesh me teshat zeza, një majtë zezë, kështu në ftyrë, trup krej, edhe nash kulmë të shpive, kulmë në kulmë. Po, se afërjen është interesant, është karakteristik. Karakteristik, është interesante dhe rruga jonë. Po. Edhe i kom marrë do gurës të vogël, majicën, e kom lidhë në barkë, që tu i kom fut një 20 gurë, edhe e kom prit kur të kaloja me ditë, një 5-6 ditë kom pritën për natë, deri sa të kaloja në për rrugë, që unë me rrok kup kres me gurë. Ding, karan tokë, edhe një ding pinalt. Ai kur se ka ditë, se kom të regu, përveç ma vonë do shok ma halës, ose edhe vlau që e kom zerë hakin, do me thonë, e kom godit me gurë policin, normal, pin kermitka, jo pi kështu, pinalt, poshtë. Edhe që ka qenë njopi, që edhe i kam pas me rak edhe një gjëtë filmët e karate që kom ushtru, Komanov Nikota, në mas karatës, boks, kickboks e me radhë. Këtë karakteristikë që e ki, që fillu për ninja, edhe tash role që i ki, këtë zhvill kështë, këtë qeherë të ronë e këto kretë, aja ke po hajre në herë? Po normal, thojnë kur ka të shkojsh le e ka një derë qelë. Edhe kjo ma kalon një derë qelë, ku të shkojnë? Ku shkojnë më nderojnë, në respektojnë, në atë aspektin që unë kam qef me lon një derë qelë, se shtu prej një thminie që kena pas në kohën e Kosovës, në atë kohë kur i kam qelë shkollët, pa punë kur i kam lonë në Kosovë, na kena kontribu shumë në atë kohë, kena qundima për Kosovë, që atër kom punu qatë shumë, që s'kom pas mundësi me ndimu, e ndima jeme u konë mi ngarku shleperët me milë, me qa ka pas ushqim, për me qënë Kosovë, aja koha kur u konë si të kujtohet. Shumë mirë. E para herë që ati që më vonë me humanizëm, të në ma vonë shoqatë, kom punu Kumanov shoqatë a Vllaznia edhe ati, të në masanejt të në jam konë edhe për gjecë për Kumanov të Alil Kastrati një kodë gjatë. Kena me furt tani pak për humanizmin, po dashën shikus, nga një mirë. Kom po që kom po, kom një që kom një. Po për që e kap njeri në dhëmë, a për dinim i kap me dhëmë, e mi shetit, ving, të që këj kom një. A s'ke shetë që hana, faj ma që shkapet një e dhëmë. S'ke kom avak qëto se këna me kalu tani pak edhe të pjesë e genisit që ka dash me po. Kjo ka qenë kështu. Para me e kish pas bo një shqiptari Kumanovës, ja e bdorën, ma i forë se unë, a e merë pin tokë me dhomë, e ngrejtë e nalë. A unë pi drejtë, kështu njeri, pi për mas, shkoj në kajsh, ndoj dhomët edhe ngrej edhe heci. Tash, ushtari ishna në 95-ën, ushtrit Macedonijës, edhe tash në qytet Macedon, Tito Veles, ati dominojnë Macedonët. Për me tregu vetën, edhe me pas derën qela, i di, mos më ta marë anën, se ta meshin anën edhe ti u dashke mu palu, si loj pullet, si e thojnë. Po, për Macedon. Po na shqiptar, po, Macedon. Edhe na si gjithë kej shqiptarët, ku qkojmë, ku jena dikun, na jena vetjak, jena matë fort. Kur jena bashkë, nuk jena të fort. Am vetjak që ka shampionat botës, kickbox. Po bre, kem që të farë defekti? Po, që defekte, kena kështu bashkarisht, nuk më ledhë mo, a kete e kena. Edhe, për me tregu vetën që atje kom marrë një gjallë, i Kumanovës u konë, një pak i letë, u konë 60, njerin 70 kile, edhe e kapin kajsh pistën, edhe heci komplet pistën. Tash, këj që e në konë mrenda, kanë dollë për josha me këshirë kush është ki, që për ngrej njerin me dhomë. Tash do shok të Kumanovës që e në konë ushtar ati, si arroj kur, ato e vesin, kush është ki, a djalteze e kena. Ato thojnë. A mas një kohë, ato 2001 kanë qenë të në luft, u që këtë Macedonijës, të në jaboj unë e ku jeni gjemë të tezë, se jeni konë luftshi, jeni mazgën se unë, jam konë veç, qatë kohë, ajdi. Po, për me tregu vetën, për me amarë anën, qaja ka qenë një sefte ati që e kom konë, mbo, se në Kumanov 2-3 vete kanë bo, kjo si zare si tradit, loj tradit, me një fshat një, më duket një motor kjerit e ngrej.
E kom pa dikun më ka hup që aja, një qënë tjetër i Kumanovës, një gjallë që është, edhe e ka forcën, nashe ka pas edhe tjera me, unë për të foli për Kumanovë, të në edhe unë e kom bot njëjtin vend, se edhe një i Kumanovës para mu e kish bot. E të në jena kon pak si të veçan për qëket punë. E qka ty, a është ushqimja, është uja, është venja, qka jo bon kështu kash të fortë? Po normal, tash edhe pak të dojtje na rrit, kena punu mal me droje. A da dojt, një pat përshitaj i lipin, veç me qua rënë nëjsa. Edhe rënë me qua mal droje, hiç për dit, komplet verën preshev të dojtje na konë. Edhe adje shkolli na konë, edhe të në forca puno. Arën fushën se kom pas me rak kalamoqin ja këpuq na. Po ton këtë rëp që me bon fush. Po, nështë me bon fush. Për vjesh gëllo. Po, për vjesh, po. Ati një vet janë huj kërë qove ato me dhëmë. A qa ke punë se ke dosh diçka, jesil ka genisi, ke dosh diçka me hi, po a ke ngosh dera që syshe me hi për në qka? Tash, para se me dalë këtu në adjen në Titovëlec ku po du me të regu, tash ku shkojsh me buk me hangër, ishke fran një farë regulli. Tash për me dominu ati, që kjo konë punë e madhe, sa herë më kanë respektu, ma lishojshin udhën edhe me dalë për para, se ti ato, dhe me këti e gushter, ato që kanë kry 9 muj për para dhe 10 ditë kanë me dalë shumë punë e madhe, u konë t'i paratin me dalë. Po kure më shifshin që unë po vi, njeri me dhomë për ngre, ma lishojshin udhën, a vëtan krejt. Edhe sa herë kanë pas dhe një problem shqiptarët, veshin u afrem shireve, edhe që ati... Ti hyzhime me dhëmë? Po dhe, jo me shku ati, kure më kanë pas se, aha, kjo është, jo be nësë kena problema, i di u tërheqin. Në kanë ndodhë një farë mos marvesh shqiptarët e Tetovës me të Kumanovës, kur më kanë pa mund, thash, okej, ato kënë shumic, 5-6 vejt, thash, apo do një morej, tha, po, okej, thash, para së morej unë me juve, me të pestit, thash, i janë konë një di vlazni shumë fort, di oficira i kanë rejnë, Macedon, Titovëlecit. Thash, nëse unë pilipi ferati në dy, thash, apo rejnë me mua, ato ja. A më sukur me ditë ata që une e kam si loj marveshje, aso konë marveshje. Thash që to, po dojnë mëreja, po dojnë mëreja tine, ato jo lënës, po dojnë, thash, apo dojnë me mu mëreja, ka i sti pajtoj me ato tjerë gjemë që ka kanë pas një konflikt. E ato e diktun se une për shkapje thama, se sosh njëri që është budal me hongër, sa ata shumë fort janë konë një di Macedon, po unë ju li pa ferë në atë mënyrën profesionale që me dominua, se mujtë është me rej edhe njerin edhe me fjallë, nuk është veç me boks. Qashtu, kundur ati me djemve, të ne u bonëm shok me ata, i kërku më falje, i pajtova, shqiptarë në mëzeti, mos me ndodhë qaj problem. Ti një farë pajtu si e dhonë shumë, apo? Jo, në atë aspektin për mirë. Jo, s'ka tjetër zhide, po kjo o mu pajtu, s'ka tjetër. Po të genisi ka lëzëm. Po, 2007-2008, isha shoqat Kumanova dhe ja pat në bo me dije a gjithse adi, do me thonë, ajo është shumë përgjeqës për shoqatin Vllaznia Kumanov, kurse arroj hala është pun ati një pi kryesorve, a gjithse atë Ramadani, në ashtë e dush me thirë misafir se ka shumë abetaj. Ky ven është qelë. Shoqata Vllaznia, se atë Ramadani, gjalli vllaut më leja kupit është, edhe pja bëj me dije pi për para, s'kur sot më ka thirë me punu në shoqat, bashkë me Ismailin, do me thonë Agji Ismailin që është në Turkia, i punon të shoqata IAA, që janë përgjecë për kejt jetimet e botës, a Vllaznia u konë vetëm për Kumanov edhe rrethin. Edhe thash, okej, unë vi, po me kusht që ka qko. Kufizume se një shok e kam Drenicës, që jeton në Itali, ka më lishu letrat me jetu në Itali. Edhe ja fillova me punu në Itali. Po të këshirë në emision e pashë se adje, po matë libri për në genisë që me hi. Po, gatë. Edhe unë u përgadita për me marë njerin që e kom ngrej edhe në ushtri, përveç pistës e kom ngrej edhe 2 katë naltë. Edhe thash, që të merdë koha me të regu vetën kush jam, edhe deshta me marë, me ngrej me dhom njerin 3 katë. Por një Gjerman, maftofi në të arsien se çfarë forcë është, edhe sunë halo se kuptoj, tavolinën, një karik, edhe një qik naltë ullë, në tavolinë e kap, e ngre edhe se disa metra hecë. E që kjo është e tepër ta, atë jam dërzu edhe në ku marë pjesë, jam dërzu. A ku mujtë me bo që ato, nashtë më për qatë kategorie kishë në marë vendin, po shkaku që asajnë se është e njajshme me
ketë edhe s'ko marrë pjesë. Ka të bëj me nofullin, me që do me kapje me dhëmë. Po aje lakoj edhe armaturën, se di me gojë, do me thonë gumë, futi 12, 10, arrova cëllën armaturë e lakoj. Kështu. Ja, bëshe, më rafrim që ka të meqëm e ma të meqëm, ka të fort e ma të fort. Ma të fort, po. Kështu që bënë të gjatë i mirë, rëvort, mos shti fort qatë me. Afrim, e thamë që jepi Komanovës, pak po du vishë kështu mi përmen. Kur vjen Kosovë, qëfar do qoftë, me nej pak, me për punë, këtë ato qka, punë tua, thjesht. Po me sigurit bjen tavolin me shqiptarët Kosovës. Ke shoqni këto, nështë adha Karaba, ku ta dijun. E vren, a ka aso dalimesh që po afarimesh t'i Kumanovës? A din, a ka pak një farë dhe me kënë nuk është i ju, në thojza, po, shqiptari Kumanovës, po, kjo është i atijet. Pak, a ndihesh i huj në Kosovë? Ja, për kundra zi, na nderojnë, na respektojnë shumë. Fenomenal. Për para ka qenë me Shqipnijës Kosovës, na herë sa herë jena ka ndërmjetësus, po foli për Gjermani, u kapshin, e na ma të butë kushëm na Macedonijës, e Kosovës kur u kapshin me Shqipnijës, ato të di partë kushëm pak ma tegër, na johishme i ndajshme, na jena konë si gjishtarë. Për në Kosovë, jo, për kundra zi, edhe në Shqipni, s'kena pas problem, po në Kosovë na nderojnë, se ku thash unë ku kum shku e kum lënë ka një derë qele, edhe unë ku kum nejtë në qatë tavolinë, mu më ka nderu ku kum shku, ama edhe unë i kum nderu, se unë qashtu e kam normalisht, e dy anë natyrën, po. Po për neve që shu situata atje, a bëni këso dallimesh në Kumanovë? Ja, për kundra zi, na e kena tregu vetën në luftën e Kosovës e në përgjithësi. Jo rastisht e bëna këtë pyetje, se po du me përmend që nuk u bën me qenë temë e diskutimit kjo. Jo, sa herë që vi, që edhe policia ndodhi pro më mdalë, isha, tu kalu edhe tak mdalë, me numrat Kumanovës, a ki di shka me vetë, se thash unë me pas me vetë, është me safirin, shka më duhet. Për pistoleta ki, e li kontrol kështu një si special. Dishka të paliqme. Po, edhe një pi policëve, tha, unë e kam të njofë shumë Kumanovë, thash, të refilanin vete kush jam unë. Po ata tu më këshirë, o, tha të kena pa dikon. Po thash, këm lujt na për filma, nuk jam unë i Altijave. A mos kam faj se ke luar me Altija? Po. Kanë menu që është e jutja. Po, edhe të redatu e kam sa herë rolin të e nëzerë. Po dhe, nuk kam faj policia. Edhe në Shqipni, që kam, bilëm aja ka shku në viral TikTok, të Sejder Dyshi, a i vjen ku shumë se unë jam një boss i Kosovës, e luj rolin si Kosovar, shqiptari Kosovës, edhe a i vjen lip ndim për me, edhe thot, o afrim, thot, e vesmën e, për shka kja arë për ndim, i ka i tje, thot, i Shqipnije, se këtu ku je, thot, Kosovë, me që ndim lipet ndim nuk tjap. A i thot, pse? Për shqiptarë nuk ka Kosovë edhe Shqipni, ka vesh shqiptari edhe shqiptarë. A, tha, me që ra fjalla, tha, jam i Tiranës. Kjo ka shku viral, që këtë skene kom pas në film, do me thonë, Seder, unë se kom dit, ajo fjallë Shqip, do me thonë ndere, unë se kom dit qatë fjallë, pa e kom mësu, me ko njeri mëson shumë fjallë i javë, apse duhet me pasru fjallorin tonë ma shumë Shqip, e kom pas që ata dhe shumë tane kur ka ndodhë futbal, kur ka lujtë Shqipnia ose dikun, këtë skene kanë martë filmit e kanë përdorë, si demek shqiptarët duhet më konë bashkë, e me këtë fjalli e marin e qesin në story na për TikTok. Me sporte, afrim? Po, kom ushtru karate në Kumanov, Niko, mas karatës, tani kom ushtru full kontakt Kumanov, kur kom ushtru full kontakt, kom marrë pjesë gara në Shkup, e me një garë, ma ndrun kundërshtarin, shkaku që aj kundërshtari jem, u konë kategori e ronë, edhe në kategori e ronë, po një shok i jemi ka pas me marrë gara në pjesë dikun jashtë, po edhe një Macedon ka pas me marrë gara jashtë. Shti tu dive na ndrun kundërshtar që na tu dit me upë. Edhe unë edhe një Macedon në kategorinë e ronë, a i kategoriës e ronë mira këtin kujshijës tem, dhe me thonë si ka marrë pjesë, që me ra tu di kampionët, tane njoni piktin me hupë, e a janë tut ato Macedon me hupaj, e tane ma japin mua atë Macedonin. Pa i Macedoni qatë që shpejt se kategoria ma e letë është ma e shpejt se kategoria e ronë. Edhe mu nga ranë Shkup, në publik i shkonë edhe Aziz Saliju. Ato ta dëshmoj me njerë që janë konë, në atë kohë konë top form Azizi, sa e pa të formu edhe klubin një shka në Shkup për boks, edhe na full kontakt. Full kontakti u konë me prejk njerë
njerë të dora edhe me këthi. Po Maqedoni u sjell najrë edhe me gisht komës, do me thoni, që të ma prejti, edhe kam do këtë qenë që to. Edhe trenjeri të më shi, peshov gjak, thash, ka dul ki gjoki që to. Thash, prejt edhe njera, po ma më shonaj. Në ditën në rund, a i tu dash mos sjell, veç e ka laku komën, unë e kom dit, edhe t'ja lishoj. Se a i tu sjell qa shpejt, pi shpejtësijës, unë e së ne zuna këto, e jam shova që to. Zhak për toke, 1 metra, e palova, disfalifikun më nënë, se së dashmi më shune, a unë i më shova. Të në Azizi zhripi pi publike, sa shki sport për ty. Hajde bokse, që kjo është për boks. E unë të në ajdi, se këmë zonë për të madhe, se që i këmë pasën me shku jashtë. E se arroj, u dash pi qatër me një boks, ishtë në akon këgja një bokser. Azizis pas ka dalë hakut. Po. Unë këmë nga bu në atë kohë. Ka pa me sytë vetë. Po, kur si ki kushtet në Komanovë, në atë normal kushtet, si kena pas qash mira për mi plëcu. Tash ka ardhë kohë në gjdo sport. Edhe zona që tash ka ndru, do me thonë, komplet, sistemi jetës, sistemi me hangër, se një sportist duhet me pas edhe me hangër mirë. A u tonë, kur sa, ti s'mujtësh më bo sportist i mirë, se ti sa dush ki forcë, po ti lodhësh. Se ato të dush me pas, vitaminët, proteinët, krejt ato. Kur ti kish ato, i ki krejt. Sokone jo t'ja afrë. Po, sokone shkrume. Tash po shkoj pikshiri, po këzona, qmal nga shkoj. Tash ke shtetërimi, trimademi, e ka këto një kickbox Ultimate Fighta, ke Gzim Selmani, i kampion në botë merë pjesë gara, e ke shu takova t'i kshiri. Sa shkoj, ku ka dikun evente marë pjesë? Cili sport shkon fort nerva, afrem që bashkë se kështë bohejsh, ose s'ki qef me e pa. A ka diqka? Jo, sportet, këtë janë të mira. Se di, s'kom pa sport që s'm pëlqen. S'po më kujtohet. Ka nashtë dhe një, po tash momentalisht s'po muj me... Se për shambull, zakonisht, verës këshyri skija, skijem. Po. Ju për diqka, po adim më vja ma fladë. Kërë zhegë, adim. E ta i dini këshirë sportet verore, atletika. Kjo e interesant. Me kanon që ke. Me kanon, ha? Po. Afrem, pak, tash, s'po tha ma serios, po pak ma... A ka një moment, ose cili është ai moment për afrimin, marrë ditës, po tha, marrë 24 orëshit, që afrimin një jetë mirë, një jetë rahat, ose një jetë ciklet, ose... Adin, tash po flasëm pak për një 24 orësh që e përsërisëm çdo ditë. Tash, në kohën e fundit, do më thonë punën që e bëj, e ndi vetën që nëse e kalon orën 12, automatikisht brenda ditës nuk je në formë edhe në punë. Sa herë që bje ma herët me fletë, e ndin vetën mirë. Po më trupit që e lip gjithë trupi, për shembull unë e fali 5 vaktin, namazin. Tash, namazi e ka atë vetën. Nëse se më falin kohë edhe t'ka ik një namaz, qa që ndin vetën keq, sa që këtë dita do këtë prapë. Kër e falin namazin, është që në shpirtin si të rahatoj tjetë, ka dal vinë tjetë. Amo, je rahat me namaz, unë për shembull e falin namazin, më në rëndë si ta falin namazin, unë e liroj vetën, e di se pisë që asajnë kohë e njerin, tjetër në kohë, jam i lirë edhe ati muj me vepru ato punët normale që janë ditore. Amo namazja është obligim, ajo më qetson shpirt, kur ta qetsoj shpirtin tjerët, ta në vinë me rëndë. Por realisht, kur shpirtis është rahat, as trupi, as kur gjëmon nuk është rahat. Do më njësh i shkarkum për një obligimi, pra i plotësum për një tjetë obligim. Plotësu është. Qata, edhe në Gjermani, kur kom shku, mërë dhe interesant, tash, spontan tash mërë, një shok më thiri, tha, Afrem, po vjen me një mund Gjermani se s'kam punëtor. Ma pagujti special aeroplanin, është i Gjilanit, arsimi, do me thonë, ka jetu në Komanov, po motin Gjilan, do me thonë, në kufi, stanqis Zhegër që është, shkova në Gjermani. Mëra me flet me një kështjel. Kështjel do me thonë Gjerman, do me thonë sikur që janë fisi, gash, krasnit, që këto, edhe Gjerman i pas kanë fisët e veta, e një pi fisit kryesor, ko ka konë qaj Gjermani, ku ka punu ki shoki jem, edhe ka marrë punë pitine.
E tek shtjella ku kom flet unë me një dhomë, domethënë sikur çish i kanë ato, edhe ai pasaportën e kish me vule, domethënë ekstra, domethënë i veçantë për Gjermani, sikur familja jashtëve që është në Kosovë, ose në Shqipëni princi Leka, ose domethënë shka ka diçka të veçantë, ose këto agim Ramadani e këto familjet që janë veçanta, adje janë do familje që e kanë kriju në atë kohë Gjermaninë, e një pitë që aty me familje më ka ra me fletë atje. Kur shkova unë aty, aje kish pas një shok bosnjak, po ki ka thonë për marrë një shok, pa e falë namazin, dush me ditë se e falë namazin, e duhet me janë respektu që ato se e falë. Thot, po marrë, edhe unë kur e erdhe atje, unë më në rëngë shish në kam e gjithë kiblën, tha kiblën për lipë Gjermania dhe unë u abita. Tha shpika për din, po tha unë e kam shokin, tha më kalzoj arsimi, po tha unë e kam një shok bosnjak, edhe aje falë namazin, a që kënjena është kibla, edhe ma të regoj. Do me thonë, në Gjermani ka që nderojnë, se më kujtohet, unë në xhami kur kom qenë njëherë, pa të thirë aeroporti, që kanë arë misafir për Arabia dikon, najtre, qoni lisën e kohës namazit, kur kom jetu një kohë për para në Gjermani, se na duhen se kur po vim misafir t'ja të regojmë që kohën e namazit. Kohën se dallon koha, vendi për vendi. Edhe që me respektu. Do me thonë, Gjermani po të nderon. E këtu mos foli, mos hinë, mos shqiptar. Ja, bashkë po du me folë, Afrim. Tash, pse është ky paragjykim bre, Afrim? Po nëse dikush nuk po flasim gjithmonë për islam, po flasim për secilin fe, secili ka drejtimin e vet. Po. Pse duhet mi pengu atij tjetrit që s'është i fesë tonë? Pse ai pe kryen një obligim të vetëm, sikurse që e kryen ti e unë ai tjetri obligimin e fesë vet. Mu një avon Ai karo. fal Afrim, ai kem kry këtë punë tjera veç ashtu paragjykimin na kanë meta ça. Unë po lidhna prapë me Gjermani me një qëtër rast. Thojnë, kur pas kanë pas marrëveshje shqiptarët, Gjerman, do me thonë bosnjak, kajtë këto tjerë, që pas kanë punu me një fabrikë Gjermane, ka plot që pas kanë falë. Po kur si ka ra fjala, mi thonë Gjermanit, e i po du me falë namazin. Po janë falë të shpia, kaza namaz. Kur pas kanë bo kontrat dikush pjarave, një pjarave po ka konë namazli i vërtet. Edhe i thos shefit, unë du me bo një marrëveshje me ti, ha? Thot, sa orë kam pushim një orë. A banë unë në i majtë vesh 20 minuta, të në shë kurioz, pak 20 minuta. Thot që ato 40 minuta, unë du mi do mrenda kohës, pri sabahit, njerin 5 mazdarë, ke banë vahimu 3 herë më vjenë dite më falë. 3 kohë, po. Po, 3 kohë, më kap namazi, e unë qatë kohë e lo punën, shkoj 5 minuta një qërsh, një dhomë më madhonë, veç me falë namazin e asin. Po, thot e qysh është ajo qështu, edhe ja lejon këtine. Edhe thot ti e bon një orë pauzën për mu, këta i ki dhurat për mu e, veç praktikoje të ja tondën, edhe Gjermani ja ban të mëshme. Kur janë njësa i më falë, mas një kohë shqiptarët, shka kanë pas tjerë nacionalitete, ju kanë pikë. Me shku për mas, a i ka thonë, Gjermani, ku për shkoni? Më falë. Thot që 20 vjetë se një falë, eshti për falë më. Po jo na falë më, jo shof, ka bo marrëveshje me mu. Do me thonë, e ka shprej, a u thonë. Se kam pas guximi këta në shtanë me hidi që atje. Po, Ky po, e ka lypë ato që i takon edhe ka morë. Po, unë Shumë thjesht. qaja mesele ose që kjo që ka ndodhë, a unë që ati ma ka bo, a i shoki si dhurat, edhe mu halo, së mbesohet që më ka konflikt me një shtjel, ku Gjermania u kriju një familjeve, po, ma njohë në Gjermani, edhe kurse arroj adje, bilëm ta e kështjela me katundi, do me thonë qaj katund, qaj rrethin, ka marrë edhe rrimën a nëzemjen për këtine, se ki shumë shpia pas ka ndërtu, shumë tokë pas ka pasën, edhe firmë ka pas, të në më ka ra me punu me atë shokun taj. Pse Afrim të na po flasë në Kosovë, gjithmonë kjo është temë e nxehtë. Edhe pse debatohet për shi temë, që ta mërmenja? Unë për vetin nuk muj me e kuptu. Historia është gabim e shkrume, në kohën e komunizmi. Manipulimet janë bo. Histori. Dhe më thonë, develejeti Kosovës, ku ka pas Kosovë ma i madhë se tash sasht e të soptume. Krej qytetu konë Shkupi, ku ma në konë develejet Kosovës. Deri ku konën? Ku në kohën Osmane, atëhera na pas kanë pushtu ato, a pas mi pas ma shumë drejta, a ma pak drejta. Tash ku je? Nishin ku e ki, ku i ki tjerët, si ki kërkun. Do me thonën,
atëherë, si është e mundshme neve me dhunë më na pushtu, shpeth po thojmë Turki, kur ka kapërcin na për Bugari, Maqedoni ose Serbi, pse ata su bënë musliman po veç na. Pse na jena konë piktinve dhunum, edhe na sa herë me të madhin na kap. Tasha e dojmë Amerikën, shka thoi Amerikën na zoti edhe Amerika. Me një gazet dikun e kom lexuar, është e vërtet se di, moti, do me thonë, kush e do ma shumë të Amerikën? Amerikën e dojnë ma shumë shqiptarët e Kosovës, tane e dojnë Izraeli, tane vetë vetën Amerikanë. Qëtë mesele e këmë mungue. Dikun, pa thonë dikush që e ka lexuar në gazet, inshallah së është rejnë, po të regoj, shqiptarët e Kosovës e dojnë ma shumë Amerikën se sa Amerikanë vetë vetën. Pse? Pse në ka një mu edhe në atë ku, Turkia dhe që ato na e kënë, jo që na e këna pranu me dhunë, po e këna dorë se u përshtat me kanunin tonë shqiptar, do me thonë adetet edhe feja islame janë përshtat, edhe islami u praktiku këtë, jo me dhunë. Vetë edhe Mark Krasniqi ka thonë, mos t'i shmikon shumica shqiptar, ishmi asimilu, ishmi bo sërbë. Sikur se shqiptarët në Maqedoni që janë rejkës madhe, që janë konë ortodoks, janë bo Maqedon, ose me dhunë që i kanë bo Maqedon. A u thonë, tash janë tu lajmëru që janë shqiptar, edhe gëzonat që lajmëron, tash njëm pjatim me blimash edhe deputet ka tjenë BDI. Te puna namazit që i përmene, Afrim, a menon që ka edhe asi njerës që e bojnë ka njëherë sa përsye faqe? Jo krejt, po dojnë pak më ekspozu, edhe dojnë ashta me kriju një përshtypje që janë fetar, janë namazli, e din Zotin Hak, ato këto. Nuk po thamë që është gabim pse e bojnë, në mënyrë absolute, po adi ky ekspozimi pak se di, që shesheti këto? Kur këtë këto janë, po një kryfsh të obligimi ki për veti, si ki për mu, a vëdim një farfume. Ndoka që këherë ka edhe asë që dojnë më ekspozu, nuk po flasë gjithmonë vishë për islamin, po flasë nështë edhe për fejt tjera, në përgjithësi. Çka thu për këta tipat njerëzve? Valla, më të thonë, këshire, në fillim, për para, unë i kom po, dhe më thonë, unë kur ja kom nisë më falë për 95-ën. Mu më ka ndodhë një rast, edhe më ka me shku në Turki, edhe më ka ndodhë një rast, anë e kom po që kom rreziku për me shku njëri në Turki, edhe kom arrit me hi. Edhe unë ju kom lutë Zotit pinë, kom arrov njëri në Turki për me hi, pa dokumenta, kejtë në zezën, kejtë kufinat i kom kalu, kur kom rria dje, kom thonë, s'po dashka Zotit me ju lutë, veç kur jenë zërë, po për ditë. Kur jam shku, parën në gjëma e kom falën në bursa, e din kejtë njerës që kom bo dhe janë konë me mu në autobus, që kom bo atë vepër, pa jo është historie gjatë, bilëm ati mujtët një film dikush me inqezu me qatë historie, edhe kur jam këthi me namaz prej Turkijes, do me thonë gjëman, të një kom njës tjerët. Normal jam falë tek këtu, që shë kena ana jonë ma shumë, tradit, jo tradit, po edhe jetë si tradit, janë njësë, njerë janë njësë, pak, hajtë sot po shkojmë për fali, këto. Pleç, e di një kohë kush të falë, kur bëhet pak ma i vjetër, të na e mëson një dovë 2, 3, 4, 5, edhe ja bon obligative vetë se ka arë koha mu falë. Po, mu elhamdulillah, Zoti ka dasht prej rini mu falë. Po, më falë në Turkia, ta dha në zërë, e mbore vetë? Ja, vetë, do me thonë, unë e rezikova jetën, ka mujtë më vrasë snajperisti në Turki, ti me kalu që ati kufinën e Turkijës është punë ma e rrezikshme në botë, është se në Turki në dirën e ka kapi dera, qelët, autobusi më qelët dera. Të në janë ato. Të në është snajperisti që është ajo si loj minare, që selët, e unë ato telët që ati këmë cikin që të rënanë. Këmë dollë në tonë, të në apet qelët dera për me dollë autobusin. Në që atonë, komplet autobusi, komplet sytë me lotë ju kanë mush. Shqiptarët e kumanodhë që janë konë autobus e dinë, me shoferin, me ato djam që janë konë në autobus, këmë dollë, halos ju besoshin, Afrima, që shëbone ma bëshin. Po mo e kish pasbon një i Shqipnijës, e ta në mund të tragun këto ato shoferët, një ka vdek një kujshit, Gjevati, i Shtraznjanve, a im pat ka dhu që tu e kalu, mëjsh. E unë pinë Kumanovës këmë ditë përveç Kulivallajt. Me Kulivalla 10.000 hera, 1.000 hera, 2.000, 5.000 hera, se disa e këmë ledhu, një eri në Turki. Tanë që ati këmë thonë, Zotit, s'duhet me u lutë dhe shkorje në zërë, po për ditë. Pi 95 në kurs se këmë lonë namazin. Ka ndodhë që i ka do kriza i di, jetë atone, po të një kompenzu. Po një rast interesant me qatë që ka po thuti,
Një shoq është profesor, ka kry fakultetin Shqipëni, dhe me thonë adje jeton, haloj jeton adje. Po sërë me Hoxhallar të Kumanovës, me këto shafali namaz, ka pas debati, ka gacmuaj për shkencë. Thot, jo shkenca, jo feja, i ka hi felit, edhe vjen koha të debati. Edhe sa herë, kur na ka pa të falë, a i ka mendu se na falë mu, sa përsi e faqe. Dhe me thot, falë mu veç për kështë. Se më na pa njerëzit, a i di se duhet më falë. A u thonë si, do me thonë si loj... Edhe... Ma si krejt, hajde dhe na. Po. Edhe më thot Afrim, s'po më vjen filan shoqi, thash unë e bevi, mora leje të shtëpia, thash po shkoj me shoqin, pi bëj shoqnin në Shqipni, 3 muaj me ta. Edhe kena ra me fletë mbrëmje, më ndjes, u qova për ndije zanin, xhamia afër u kone Ahmet Kalajës, një hotel të bulevardi Zogu Izi ati, dhe me thonën, edhe mbretit Zogët, se di që patimin ajo, bulevardi bashkë në qendër, edhe unë u qova po marrë abdes, Afrim, ku po shon, më ngjese, po raptoj, xhami, a për një me falësh, a? E unë sot dhe atë dit, e ves ato, atë kujtohet që ma ke parashtu që këtë pyetje, thot po, thash po, unë kom kujtu se ti veç në Kumanova i di, musa por më po tjerë që pe falë namazin. Jo, thash unë e këto e kam, thash që këtë storish atë të regova Turki, për shemull, dikun i ka ndodhë dishka, mu që ajo më ka ndodhë, sebeb që unë e fali 5 vaktin, po shumica në e falmi namazin, edhe unë e shkova në xhami. Po ati një kam lonë se gjatën. E që aja se gjatëja ime, ajo i ka me pika, thonë edhe unë dë një ditë duhet me anisë. Tash, aja është maj për pik, se unë, të me thonë qështjen, se aja normal ka dije ma shumë, ka kapacitet. Kryserë më thitë, thot, e këmësu filandovën, a e din ti. Unë thash valloj si di unë i di 15 që ato i di edhe që ati kom metë. Aja u bo gjitha fëzishti, që i profesori, që më ka thonë mua, Afrima, për në me falesha. Momenti, dakiko i hojrit. Po. E të humanizmi, e përmene... Humanizmi se të qenë Kumanov që ka qenë në qatë ko. Edhe, do më thonë, na shqiptarët e kena në gjak ato që minimu dikuna. U tonë, se lojmë njerin lo që bojmë ndere, misafere, kur ka ndodhë rasti, bilëm rasti Kumanovës, kur ka ndodhën, do më thonë, mas qasojnë Kosovë që ka ndodhë, na kena kontribu, kena animu, të ne kur ka ndodhë rasti jonë Kumanovës, një rast që ka ndodhë të ladja të rimeve, edhe në kamermanët e Shqipnijës. Shqie, tu të ret janë konë katolik, ato, po unë i kom deru, i kom shti në shpi. Sot dhe atë dit i kam shok. Në digital, Eraldi, është një pi, do me thonën, reportere shkurtit që shë në profesionin e ka, gazetar, digital ka punu, tash jarova cëllin emision, edhe ka nërë special në Kumanov me në qëzu rastin. Tash ato u dashi me shku në hotel, po janë tu, se ku me shku të Macedonë, mos pëmbysin. Edhe unë i ku marrë në konak shpim, me mu kanë fletë, në sopë teme, bashkë me mu, sot atit i kam shok vjetër. Sa herë që shkojnë Shqipni, mës me thirë jetë hatri, nderon në qonë ndarkë, boj muhabet. Bilëm, edhe kur u bo kampion bote, Haxhi Krasniqi më ka thirë në digital, be ka thirë në emision. Ai, djali. E do me thonë që të unë nuk prish punë. A është katolik, shqiptar, shok i kam. Afrim, ka në i gjohë që s'mu ka kujtu mu me të vetë, edhe që dënë ti me nda me publikun? Se di, më duken mos ta cej ka pak ma herët, unë kom lujt plot filmat, të Nana Fate, Mijabib, ato që to mas shumë ti mi përmendin, të Vedati Stupcav, të Naseri, që ka shpia. Po tash që ki filmi fundi që e kom lujtën, kjo ka ndodhë para 2 vjetëve. E unë kish në thirrje Sat Feza, që ki filmi Karma tash në kino është të lujtë. është komedie zezë edhe komedie mirë është. Do me thonën që lirish mujtët se cili me shku me pa. U gëzova që po luj me Gjemi Agaj, një artist që ka fama edhe botërore, që ka lujt në Hollywood 3-4 filma. Edhe tash me nëzit se prishna kur të kryet pjesa me dalë për jashta me bo një foto, ta kam një foto se me filan artistin, kum lujtun me Agron Shalën, me krejt tjerë. Ndërkohë po ndihet një zhurmë për jashta, edhe regjiseri tha ndalë në filmin. Pse me ndalë filmin? S'po na lojnë me incizu, ta shohmi ku është problemi, kena dalë për jashta krejt, një pauzë, shumë tu bo foto me këto. Vjen një që u konë përgjes, kushtrimi,
artist është, Bujanocit, se arroj kur, u afrim tha hajde be rahatoj që të thmija, pse? Tha po dojnë me bo foto, edhe kështi krejt ato pe dinë se unë po lipi me këto me bo foto, se unë jam si lloj artisti i vogël, do me thonë statist, a u thonë, a këto artist me shkollë, me vepër, me të madhe, që këto s'pi njofin këto, po mu po m'njofin, edhe pika, thënë, ato po m'vesin mu, pika po të njofin këto ty, thash po, është një film vendor, që është viral në Kosovë, edhe është interesant, në Anafat, edhe thash, këto më kanë po që une ja kom rrej djalin në Anafat, se qikën ma ka marrë kushëm, edhe thmijet veçant, i kam edhe foto t'i tregova, çdo thmi ka lip special mu fotografu, ato thanë, thash, me këto jobe, kush janë këto, dhe me kësi ka njoft, a këto për mu janë dikushi, për ato kërkushi, jam unë, për ato jam konë dikushi, a u këtanë. Publiku që shëndonë është... Po, interesant me thmija, se herë më ndodhin që unë i kom po një dy qika në ato nudhës, edhe me nusën ishë në ato hecë, thëtë, afrim shabu keshës që ato dy qika thash janë të arë me bo foto me neve. Për tash që to për ta të regoj, nusja po, thash po. Edhe kur erdhën ta, bon me bo foto, thash, vetë në grunë teme. Se ishna me ta, tha po, bon. Me bo foto ato, se mësë mi thash po, se mos me gjelëzu gruja. A peshe, afrim që thash në fillim të emisionit që... Do fjallë dalin. Po që thash, nuk e ki shpirti që e ki qeherën. Po. A peshe që fëmit e shojnë edhe në brendshmën. Po. A, peshe. Po një unë sharaj me sindrom Down, e ruj fotot i kam, halon, tha, unë du vetë me bu foto. Vetë? Me afrim, vetë. Edhe dy kanë hinë film mrenda, i kanë thonë zë më një afrimin për jashtë. E sotin në respekt më kanë deru në film, ku marrë pjesë, filmi mirë, plus edhe një film e kam me Kasriot Abdylin, regjiser është i Kumanovës, jeton këtu në Kosovë, me Arben Bajraktarin që ka lujtë e filmi Taken. Po, di. Po, me ta e kam një film, po ajo tash edhe pak ka me dalë. Do më thonë, kum lujtë edhe do filma, që ka një skin jo shumë të madhe, të vogël, po kanë rol veçan, do më thonë, ka efekt. Edhe te Sati e kum pas shumë interesant, me Labinën të Laçi, na Grënd Shalën, me Gjemi Agaj, Vedat Haxhi Islamin, që e kena shokët për bashkë, e kështu me radhë. Që shëndive, këtë ma bëhet afrim? Shumë mirë. Se kom pritë se qështu kom e folë lirë shumë. Originali jem? Po, originali. S'ka këto, s'ki të kryuat veshë, të kryuat huna, s'ka këto, s'ki të qka pa fasadi jena. Pa fasadi. Këtu jem, qështë jem. Të falenderoj shumë që ke gjithë kohë, i arë, më ke ndërru shumë. Edhe mu. E njefsha mirë gjithë. Amin. E të paqim me suksese. Inshallah një film bashkë. Inshallah. Me suksese ka e pret e ka se pret. Po. Petona ndëve. Po, që. Faleminderit. Faleminderit prej teje, respekt që më ki nderu, më ke thirrë me safer. Dashur shikues, me afrimin Ismailin dhe i tash, e di që si një mërzit, po s'po dojnë me vazhdo ma gjatë, se kena lafe gatë në këtu. Dojnë mi shtru thash të në gjerë të me nejme, me bu ma bet. Shnet, e mirë pofshim.